Sedat Aziz Hoti i lindur e 1-2-1976 rë lufte e 3-12 i 1998. Luftëtari i përjetësuar në altarin e lirisë, sot dëshmor i kombit, Sedat Aziz Hoti, i fshatit Krushe Madhe, vendlindjes së 2 kolosëve të mëdhenj. Bajram Curi të Ukshin Hotit ishte njëri prej nxënësve më të shuar në shkollën fillore Bajram Curi të këtij fshati. Më vonë bëhet edhe një student i dalluar, i radhitur me kohën në vijën e rezistencës kombëtare e në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në maj të vitit 1998, pas të gjitha ushtrimeve të përfunduara në Drenoc të Zatriqit e në Zatriq, për përgatitjen fizike të një luftëtari të lirisë. I lindur dhe i rritur në një familje shumë të madhe, në të cilën pjesën më të madhe të kohës e kalonte profesor Ukshin Hoti, shok i ngushtë i Dautit, të zotit të një shtëpie të madhe të Hotëve të Krushës së Madhe. Edhe Sedati, si plot dje me vasha të Krushës së Madhe, shumë herët pati rastin që ta dëgjoj dhe të përthit nektarin patriotik, me të cilin frymonte e tërë rinja e Krushës së Madhe veçanërisht, pas rënies së dëshmorëve të janarit të vitit 1990, në mesin e të cilëve ishte edhe kushëriri i pare i Ismetit, Halim Hoti, përjetësuar më 27 janar të vitit 1990 në lakun e dëshmorëve të Grykës së Brestosit të Anadrinit Buz rrugës Brestov-Trahovec, ku përveç profesorit Ukshin, edhe sot e kësaj dite ende të pagjetur, gjendej edhe profesor Muhamet Malsori, sot dëshmor i kombit, udhëheqës i grupit të armatosurve, në të cilin grup gjendej edhe studenti i pedagogjisë Sedat Hoti. Medaljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në fshatin Drenovc të Zatriqit më 26 prill të vitit 1998, aty ku i kishin përfunduar ushtrimet e kalitjes fizike dhe morale të luftëtarëve të lirisë. Sedat Hoti, së bashku me shumë studentë të tjerë nga ky fshat, është kraj komandant Xhelal Hajdestonit, të ardhur në Drenoc nga Glogjani dhe Shqiponja dhe Selajdin Mullabazit Micit, të ardhur nga Caraviku i Llapushës. Sot gjithashtu të dytë heronit të Kosovës. Kështu, plejada e studentëve të Krushës së Madhe ku bënin pjesë: Sedat Hoti, Ismet Hoti, Isak Hoti, Hida Hoti, Sinan Hoti, Bekim Gashi, Dalip Behra, Ismail Gashi, Enver Duraku, Fitim Duraku dhe shumë studentë të tjerë, sot të gjithë dëshmor. Sedati radhitet në vijat e para të frontit të zjarrt Buz, drinit të bardhë të njohur si fronti i Anadrinit me operacionin e Fortesës, e që pas reorganizimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshatin rreti të Anadrinit, bëhet brigada 124 Gani Pacharizi e zonës operative të Pashtrikut. Dëshmori Sedat Hoti, i Azizit dhe i nënës Hylkie, bie Elshanve, është i lindur më një shkurt të vitit 1976 në fshatin Krush të Madhe të Rahovecit. Mësimet e para i mori në shkollën fillore Bajram Curi të këtij fshati, e cila gjendet pothuajse në oborin e profesor Ukshin Hotit, ndërsa shkollën e mesme në gjimnazin e Prizrenit, që sot mban emrin e shkrimtarit Gjon Buzuku. Pas përfundimit të gjimnazit, Sedati regjistrohet në fakultetin filozofik, dega e pedagogjisë të Universitetit të Prishtinës, të cilin nuk arriti ta përfundoi, pasi që me dashur i doli liria se sa diplomimi në fakultet. Pra edhe Sedati, si 565 student të tjerë, sot dëshmor të kombit, indeksin e këmbeu me armën e zjarrt për të bërë ballë hordhive të egra e barbare serboqetnike. Si student, reflektonte gatishmëri për pjesëmarrje në të gjitha lëvizjet dhe organizimet kundër okupatorit serboqetnik. Si student, pjesëmarrës në organizimet e rezistencës, shumë shpejt i ra në sy policisë, prandaj jo vetëm Sedati me shokët e grupit të studentëve të fakultetit filozofik e të fakulteteve të tjera të Universitetit të Prishtinës, por edhe të gjithë anëtarët e kësaj familje të madhe, përndiqeshin dhe vetëm falë suqeltësisë së madhe të zotit të shtëpisë Daut Hotit, njërit prej shokëve më të ngushtë të profesor Ukshin Hotit, dhe të shumë intelektualeve të kësaj familjeje. Shpëtoi rënjeve në kurthat e përgatitura në Krush të Madhe, të cilat i bënte policia serbo-qetnike e stacionit të Rahovecit së bashku me argatë shqipfoles, të cilët për fat të keq nuk ishin të pak. Operacionet e para të organizimit të rezistencës armatosur, Sedat Azizin e gjetën në bankat e universitetit. Por pasi që çlirimi i Kosovës i doli më i rëndësishëm se sa studimi, atëherë vendosi që indeksin studentor ta këmbej me pushkën e lirisë, dhe kështu merrte rrugë pra ta thyer Pashtrikun vetëm e vetëm që të armatosej vet, por edhe të sjell diçka prej armatimit edhe për shokët. Që në mars të vitit 1998, me të dëgjuar për krismat e rezistencës së familjes Jasharit të Prekazit dhe të Haradinajve gjatë betejës së Glogjanit, Sedati me tërë grupin e Krushës së Madhe, në krye të cilit printe profesor Muhamet Malsori, kërkonte udhë shteg për të shkuar në Glogjan, pasi që atyre ditëve flitej se në Glogjan kishte arritur Xhelal Hajdatoni nga Rahoveci. Bëri shumë përpjekje duke ndjekur Muhamet Malsorin si më të moshuar, vetëm e vetëm që të lidheshin me Xhelal Hajden, por nuk arriti të takohet e t'i bashkohet Tonit, prandaj edhe i bashkohet grupit të Mensur Zyberajt, sot heroi i Kosovës. Pas kontaktit të parë të Prof.
Muhamet Malsorit me Mensur Zyberajn. Grupi i Krushës së Madhe zë të marrë frymë në mënyrë më të mobilizuar, pasi që në krye qëndronte Këshilli për organizimin e rezistencës armatosur në krye të cilit qëndronin Muhamet Malsori, Ismet Gashi dhe Ragip Hoti, i vëllai i profesor Ukshin Hotit. Me arritjen e Gjal Hajdës në Drenot të Zatriqit, fillojnë edhe vizitat e para në fshatin Krushë Madhe, pasi që ishte një pashidurakëve të këtij fshati. Kështu edhe ushtria çlirimtare e Kosovës zë të shtrihej prej Drenoci, ka drinasi në drejtim të Gardishtit, për ta prerë aksione magjistrales Prizren Gjakov te ura e fshajt, dhe të lidhet me korridori logjistik të Hasit, përkatësisht me fshatin Rogov. Me urdhrin e komandant tonit, për nevojat e logjistikës, grupi i Muhamet Malsorit i njohur si Stuhia i prir nga Xhavit Elshani Leopardi, në të cilin gjendej edhe Sedat Hoti, merr rrugë për në Shqipëri në mënyrë që atje të takohet me Fehmi Hotin, pasi që Fehmiu ishte njëri prej veprimtarëve të shuar të Krushës së Madhe, i cili nga Tirana koridononte me ndihma materiale dhe organizative me luftëtarët që arrinin në Shqipëri për të hyrë në Kosovë. Por, lajmi për rënien e Xhelal Hajdës, Selajdi Mullabazit, Hamdi Hajrizit, Bektesh Halitit dhe Nazir Ymerit te kryqi i Apterushës, më 6 nëntor të vitit 1998, i tronditi të gjithë luftëtarët e lirisë, prandaj edhe studentët e Krushës së Madhe me në krye profesorin e tyre Muhamet Malsori. Ata tentojnë që me çdo kusht të kthehen në Kosovë dhe të ribashkohen luftëtarëve të Anadrinit. Të gjithë me në krye Hasjanin Skënder Hameli, njohës i mirë i Pashtrikut dhe i Hasit, bën përpjekje titanike e sizifiane për t'u kthyer, por mundësit ishin të kufizuara pasi që Pashtriku ishte bërgar. E ky ishte dhjetori i Krushës së Madhe, dhjetori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhjetori i Pashtrikut të egër, kur çdo shkrep e çdo shkure kishte mbuluar bora e bardhë për të zezën në lugun e zi të Pashtrikut. Atë ditë, për t'u kthyer në Anadrinin e përgjakur, ishin nisur profesor Muhamet Malsori me Hysni Durakun që e kishte braktisur luksin e perëndimit, si shumë mërgjimtar të tjerë, me Skënder Hamelin, Sedat Hotin, Ismet Hotin, Hida Hotin, e Sinan Hotin, e që përveç Hasjanit Skënder Hameli, të gjithë ishin nga Krusha e Madhe, madje 5 studentë të një vatre familjare dhe profesori e rapsodi i madh Muhamet Malsori. Të gjithë ishin nisur me këngë në gojë, armët në krah e indeksa në xhepa, me shpresë se në Kosovën e lirë do t'i përfundojnë studimet e nisura. Dhe pikërisht në lugun e zi të Pashtrikut, afër Trumçeve, Lkenit dhe hurdhave të Bajra Malokut, fillojnë pritat për djelmoshat e Krushës së Madhe, dhe të gjithë njerëzit ja morën asaj këngë. Për ata, të sprasme, por edhe të hareshme për Kosovën e ndëruar matan Kosove. E në Krushën e Madhe u hapën plagët e nënës Sulkije të babës Aziz Hoti, të vëllezërve e motrave, Hysniut, Bilalit, Sulejmanit, Haxherës e Hatijes. Sot trupi i dëshmorit Sedat Aziz Hoti pushon në kompleksin e dëshmorëve. Agim Hoti, Agim Nalli, Bekim Gashi, Dalip Behra, Enver Duraku, Fahredin Hoti, Halim Hoti, Hysni Duraku, Fitim Duraku, Ismail Gashi, Muhamet Malsori, Naser Ramadani, Niazi Gashi, Ragip Hoti, Sami Nalli, Sinan Hoti, Shukri Hoti. Gjemali Hoti e martirëve të këtij fshati të shënuar në faqet më të ndritshme të historisë së luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe na mëshim të gjithë presin ditët më të mira për Kosovën. Dhe për të gjitha trojet etnike. E kalimtarit ende i tingëllojnë vargjet shpresëdhënëse të rapsodit Blerim Shala. Po ku je, more Ukshin Hoti? Pa ty nuk vjen liria.